Komisioni i ligjeve miratoi draftin përfundimtar për amnistin penale. Deputetët ranë dakord të shtyjnë afatin për të gjithë ata që përfitojnë nga kjo amnisti, duke vendosur datën 31 maj të vitit 2026. Gjithashtu, deputetët saktësuan se e drejta për të përfituar nga amnistia lidhet me momentin kur jepet vendimi i formës së prerë, duke ndarë nga momenti i zbardhjes së vendimit, i cili merr më shumë kohë për shkak të ngarkesës në gjykata. Amnistia parashikon që çdo grua e dënuar me burgim deri në 4 vjet lirohet, çdo burr i dënuar me burgim deri në 3 vjet lirohet. Gratë mbi 50 vjeç dhe burrat mbi 60 vjeç gjithashtu lirohen. Personat që kanë qenë të mitur kur kanë kryer krimin lirohen. Pushohet hetimi për vepra penale që dënimin e kanë deri në 3 vjet burg, por nga amnistia nuk përfiton asnjë zyrtar i lartë dhe asnjë person që është nën hetim nga SPAK apo është dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit.